Shpërbleft hosh për ligjëratën, na kanë ardhur disa pyetje. Pyetja e parë thotë: Selam aleikum hoxhë nderuar. Si duhet të veproj për shlyrjen e thyrjes së betimeve që kam bërë në të kaluarën, duke mos e ditur saktësisht se sa herë mund të kem thyer betimin. Allahu ju shpërbleft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e betimit është çështje me rrezik. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an nuk i ka lavdruar ata njerëz të cilët betohen. Përkundrazi, nuk janë njerëz të mirë ata të cilët betohen shpesh. Do thonë betimi nuk është i mirë. Duhet më betohet shumë rrallë, edhe atë vetëm kur është shumë e domosdoshme, dhe më betohet vetëm në emrin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë. Me thyje betimin duhet me lirua një rob. Nëse s'mundet me lirua një rob, me ushqye 10 dvarfër. Nëse s'mundet me bë këto, me jagjërue 3 ditë. Nëse nuk e din se qaq shpesh e ka bë këtë punë, inshallah mjafton me një pendim edhe me një kompenzim, qoftë lirimit e një robi që është e vështirë tash, ose ushqimi i 10 varfërve që nuk është e vështirë, ose agjërimi 3 ditëve, pastaj me bë një pendim të sinqert për ato që nuk i din, se nuk e din tash sa i bë shumë, u pendu sinqerisht edhe mos më përsërit më këtë gabim, wallahu a'lem.